aktivitet dhe çlodhje. Fëmia juaj ka nevojë për lëvizje, ajër të pastër, ushqyerje të parapeshuar dhe aktivitet të rregullt fizik për t'u zhvilluar shëndetshëm. Lëvizja ka shumë efekte pozitive. Jashtë fëmia mbledh përvoja të larmishme, mund të ajros mendjen dhe mund të bjej në gjumë më lehtë në mbrëmje. Lërni që fëmia të ngjitet, kolovitet, të bëj potere ose të luaj me top. Zbuloni natyrën së bashku, në park, në pyll, gjatë shtektimit ose shëtitjes. Fëmia juaj ka nevojë për gjumë të mjaftueshëm. Gjatë gjumit konsiderohet ajo që ka mësuar. Fëmijët në moshë 3 deri 5 vjeç flejnë si rregull midis 10 dhe 13 orësh. Për të konstatuar se sa gjumë i nevojitet fëmijës suaj, në të vërtetë vëzhgoni më së miri ritmin e tij natyror. Përcaktoni përkatësisht orarin e gjumit. Kur fëmia është i çlodhur, ai tregon vëmendjen dhe energjinë e duhur për të përballuar jetën e përditshme. Në lojë me bashkëmoshatarët, fëmia juaj shkon në udhëtim, zbulim dhe mëson të sillet me të tjerët. Me rëndësi janë edhe momentet të qeta në të cilin ai mund t'i lërë rrugë të lirë fantazisë tij dhe t'i rregullojë mendimet. Një strukturë e rregullt ditore në të cilën të dyja kanë vend jep orientim. Lëvizja nuk është vetëm e shëndetshme. Ajo nxit për shembull edhe orientimin hapësinor që kërkohet në lëndë të ndryshme shkollore. Fëmijët e çlodhur mirë janë më të aftë për të përvetësuar diçka dhe më të ngarkueshme. Në shkollë ndryshojnë aktivitetet të përcaktuara, momente të pritjes dhe të punës në mënyrë të pavarur. Fëmijët që janë mësuar me këto situata orientohen më mirë në këtë ndryshim.